Ministri në detyrë i mbrojtjes së Kosovës Ejub Maqedonci ka zbuluar se raketat Javelin të blera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra një pjesë e tyre, pritet të vinë gjatë vitit të ardhshëm në Kosovë. Përveç raketave Javelin, jemi duke bërë blerje dhe kemi bërë blerje të shumta të sistemeve të armatimit nga SBA-ja dhe shtetet e tjera. Është një periudhë kur pritet të përcaktohet koha e arritjes. Ne jemi në pritje të konfirmimit. Ne jemi duke diskutuar që t'i kemi në periudhën më të ershme. Viti 2026 vlerësoj se do t'jetë koha kur patjetër do t'a kemi një sasi në Kosovë. Ne bashkë me komandantin e FSK-s jemi duke bërë përpjekje që t'i kemi edhe gjatë këtij viti. Javelin është një ndër sistemet më të mira antitank, por nuk janë të vetmet që i kemi në FSK, tha Maqedonci. Ministri i mbrojtjes kishte konfirmuar më 11 janar 2024 se Kosova i ka nisur kërkesë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të blerë sistemin raketor kundër tank Javelin. Raketat Javelin u prodhuan dhe zhvilluan për ushtrinë amerikane dhe trupat detare të saj. Ky mjet luftarak doli shumë efikas në luftën e Ukrainës kundër agresionit rus. Këto armë janë të prodhuara nga dy kompanitë amerikane, Lockheed Martin dhe Raytheon Technologies. Sipas të dhënave që janë të publikuara në faqen zyrtare të kompanisë Lockheed Martin, Javelin është një sistem armësh preciz kundër tank të lëvizshme dhe të vendosura në platformë. Pra, raketa në fjalë mund të përdoret edhe nga një ushtar i vetëm duke mbajtur atë mbi supe për të qelluar nga lart apo drejt për drejt objektivin, por edhe mund të vendoset mbi automjetet ushtarake. Një raketë e tillë vlerësohet se mposhtë të gjitha forcat e blinduara të njohura dhe të projektuara, si dhe objektiva të buta dhe të parregullta.